Një nga figurat dhe personalitetet që la gjurmë të pashlyeshme për kontributin e dhënë në rrafshin fetar jashtë vendit është edhe Imam Vehbi Ismaili. I diplomuar në Universitetin e famshëm të Azharit, ai për dekada i shërbeu komunitetit musliman shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. I njohur për urtësitë e vizionin, veprat e shkrimet, në portret ne do t'ju sjellim detaje nga jeta dhe veprimtaria e tij. Imam Vehbi Ismaili do të zënë një vend të merituar në analet e historisë sonë të lavdishme. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Njerëzit vlerësohen sipas punëve që bëjnë. Çdo kush me këtë i vë vetes vlerën që ka. Nga perspektiva fetare, angazhimi me një vepër tregon edhe raportin me Zotin, sepse atë që Allahu e do e angazhon vetëm me punë të mira. E ku ka punë më të mirë se ti shërbesh fesë Allahut. Imam Vehbi Ismaili është njëri prej besimtarëve të bekuar, të cilin Zoti e vuri në shërbim të robërve të tij. Ai që nga lindja e deri në vdekje bëri një jetë që është frymëzim dhe inspirim për përkushtim në rrugën e Zotit. Zgjodhi shkollimin fetar, udhtoi larg vendit për studime, udhtoi madje edhe më larg për të shërbyer vendasve. Për 49 vite me radhë nuk ju lejua të kthehej në vend. Pra, një jetë me sakrifica, por jo thyerje. Një jetë që vazhdon të na frymëzojë për qëndrueshmërinë dhe shërbimin, për vizionin dhe largpamësinë. Ai shërbeu larg, por hodhi themelet të punëve, projekteve që rrojnë edhe sot e kësaj dite. Ai themeloi dhe organizoi jetën fetare në mënyrë institucionale. Ai u mësoi fenë në Shqip. Ai shkroi në Shqip. Ai punoi për t'i bashkuar shqiptarët. Prandaj jeta dhe veprimtaria e tij janë për të çmuar dhe për të studiuar. Ne në portret do t'ju sjellim detaje të rrëfyera shpesh në veten e parë nga vetë imami, për të njohur më mirë atë, por për të njohur edhe më shumë me kontributin e madh që hoxhallarët tanë kanë dhënë për gjatë gjithë historisë, për fenë dhe atdheun, xhamin dhe shkollën. Koha kur lindi dhe u zhvillua Imam Vehbiu ishte periudha post-osmane, e dominuar nga fuqitë e huaja dhe nën trysninë e fuqishme të elementeve destruktive që punonin në llogaritë të fqinjeve greko-slav. Shqipëria dhe trojet shqiptare nuk patën mundësi të artikulojnë qartë dhe fuqishëm aspektin e tyre nacional, kurse aspekti fetar islam ishte në rrezik serioz nga hakmarrja, pikërisht për shkak të përcaktimit fetar dhe për shkak të aleancës historike me Osmanlinë të musliman. Madje shqiptarët u ndëshkuan në rënd, duke i coptuar trojet e tyre në shumë shtete ballkanike dhe duke i dëbuar ata nga trojet e tyre shekullore. E gjithë krijimtaria shqiptare islame, disa shekullore, tëra i thesar i krijuar sinqerisht, shkoi në asgjësim ose u la në harres. Populli që i dha një perandorie mbi 30 kryeministra me dhjetra intelektual të lartë, që krijoi një trashëgimi aq të pasur në letërsi e arkitekturë, për njëherë mbeti analfabet, i pambrojtur, mbeti pa të kaluar politike, kulturore dhe shkencore. Kjo vërtet ishte më shumë se tragjike. Pikërisht në këtë kohë lindi dhe veproi Imam Vehbiu. Imam Vehbiu u lind në qytetin e Shkodrës me 25 nëntor 1919. Në një intervistë të dhënë për revistën Shkëndija në Prishtinë në shtator të vitit 1994, ai përmbledh biografinë e vet dhe thotë: "Unë kam lindur në Shkodër,
me 25 nëntor 1919, në një familje të njohur fetare. Babai im, Haxhi Ismaili, ishte njëri prej ulemave të njohur të Shkodrës dhe i respektuar në tërë qytetin. Biblioteka e tij kishte mijëra libra në gjuhën arabe, turke dhe persiane. 4 klasat të para të fillores i kreva në Shkodër. Nuk isha nxënës i dalluar sepse në vend që të merresha me studimin e lëndëve shkollore, e kaloja kohën duke lexuar libra të ndryshme, si Kontin e Monte Cristos dhe 3 musketarët e Alexander Dumas, që kishte filluar t'i përkthente në gjuhën tonë Kos Çerkezi dhe i botonte nga 1 në 2 javë në broshura prej 16 faqesh dhe pastaj i mbledhte në libra. Kështu në vitin 1928, kur babai im u emërua mufti në Kruj, shokët më thanë që kur të shkoja në Kruj, të regjistrohesha në klasën e 4 që mos të turproja Shkodrën. Për këtë shkova dhe u këshillova me mësuesin Tefik Gjyli, i cili kishte qenë edhe nxënës si babait tim, dhe ja shfaqe mendimin e shokëve. Ai më tha, jo, shko regjistrohu në klasën e 5, studio, përveç mësimit dhe lëri anash librat e tjerë, se jam i sigurt se do të kalosh mirë. Kështu që, kur shkova në Kruj, u regjistrova në klasën e 5, dhe në fund të vitit e mbarova shkollën fillore me sukses të dalluar, duke dal i dyti në klasë. Pasi mbarova shkollën fillore, me që në Kruj nuk ishte shkollë të mesme dhe njëherësh nuk gëzoja shëndet të mirë, për 2 vite shkova si praktikant në zyrën e tatimeve të financës në këtë qytet. Ndërsa më vonë babai më thirri e më tha, mjeku thot se tash e ke shëndetin të mirë, është koha të shkosh në shkollë të mesme. Zgjedh ku do të shkosh, në gjimnazin e Shkodrës apo në shkollën teknike në Tiranë. Kështu që të mundohem ta nxjerr një bursë për njërin prej këtyre 2 shkolla, pasi kushtet e duhura për këtë i ke. Unë ju përgjigja babait, jo. Unë dua të shkoj në një shkollë tjetër. Unë dua t'i ndjek mësimet në medresen e lartë në Tiranë. Babai im mu drejtua, Orbir, kjo karrierë nuk të siguron një jetë të mirë materiale dhe është e vështirë. Ekonomikisht do të vuar gjithmonë, prandaj të këshilloj që të zgjedhësh njërin prej shkollave që ti përmenda, po t'jap një javë kohë që të mendosh mirë për të ardhmen tënde. Pas një jave, më jap mendimin tënd të prerë. Kaloi java dhe Imam Vahbi Ismaili thot, hyra në dhomën e babait dhe i thash, mendimi im i prerë është që t'i vazhdoj mësimet në Tiranë në medrese. Kur dëgjoj këto fjalë, babai u çua në këmbë, në bublat e faqeve, i kulluan calat, më përqafoi duke thënë, kjo është një dëshire zjarrt e imja, se përndryshe do ta leja në testament librarinë time për ndonjë institut fetar, por nuk doja të inkurajoja sepse po të vuaje materialisht më vonë. Ndoshta do të kishe thënë se ja çfarë më bëri babai. Dham lutjen në medrese dhe unë pranova. I fillova mësimet. Në medrese mësoheshin të gjitha lëndët që mësoheshin edhe në shkollat e mesme të Ministrisë Arsimit. Ai që mbaronte këtë mund të hynte në çdo universitet të Evropës, me që në Shqipëri nuk kishte universitet. Por në vend të gjuhës italiane dhe asaj frënge që mësoheshin në shkollat e tjera, atje prej klasës së parë mësoheshin anglishtja dhe arabishtja, ndërsa gjuha persiane mësohej në klasën e 5. Medreseja zgjaste 8 vite. Gjatë kohës si nxënës në medrese,
fillova të shkruaj në revistën Zani Nalt, që ishte organ mujor, kulturor e fetar i komunitetit musliman shqiptar. Kjo në ndihmonte shumë me që drejtori i saj, Haki Sharofi, ishte edhe mësuesi ynë i gjuhës shqipe. Po ashtu, bashkëpunoja edhe me Vatrën e Rinisë, që ishte një gazete përjavshme për të rinj. Këtu botoja tregimet të shkurtra. Kur mbarova klasën e 4, mora diplomën që thirrej semi-matur. Me të çdo nxënës mund të emrohej imam xhamie, por unë vendosa të shkoja dhe t'i plotësoja studimet fetare në Egjipt, me që babai im atje kishte shumë miq, andaj edhe nuk pata vështirësi që të fitoj një bursë nga qeveria e Egjiptit. Kështu, nga fundi i vitit 1937, bashkë me Sabit Kodukun, maturant i medreses, shkuam në Kairo dhe pas një viti u regjistruam në Universitetin e Azharit, në Fakultetin e Teologjisë. Në vitin 1945, mora diplomën nga fakulteti. Pikërisht, ato ditë mora një letër shumë mallëngjyese nga vllai im i vogël Shefkiu, i cili e shfaqte mallin që kishte për mua dhe kërkonte që të kthehesha në atë. Letra më bëri përshtypje të madhe dhe megjithëse dija se atje gjendja nuk ishte e mirë, vendosa që të kthehesha. Ndërsa po përgatitesha këtë kthim ta realizoj, të kthehem në Shqipëri, mora një letër në gjuhën arabe nga babaim, i cili mes tjerash më shkruante: sa shumë dua që ti t'jesh pranë meje. Nuk do asnjë njeri tjetër, por po të këshilloj që të mos gabosh e të kthehesh, se do ta hedhësh veten në zjarr. Natyrisht ju binda kësaj porosie të babait dhe vendosa që Egjiptin ta bëja dhe të dytë për disa kohë, duke menduar se komunizmi në Shqipëri nuk do të kishte jetë gjatë. Vitet shkonin, gjendja në Shqipëri nuk po ndryshonte. Mu bë propozimi formimi familjes me pasuri që gëzojsha një jetë shumë të mirë materiale, por unë gjithnjë mendoja dhe ndroja të kthehesha në Shqipëri, saqë e tërë pasuria e Egjiptit për mua nuk kishte ndonjë vlerë. Njeriu bën plane, por Zoti qoftë lavdruar, zbaton planet tjera. Ai pati një fat të rënd. Pas studimeve të përfunduara, për shkak të burgosjes së babait dhe problemeve tjera, Imam Vehbiu nuk mund t'i kthehet familjes, e as vendit të tij të dashur, por mbeti në emigracion për disa vite në Egjipt, ndërsa nga viti 1949 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ishte prilli i vitit 1949, kur imami ynë arriti në Detroit pas një kërkese që kishte pasur nga komuniteti musliman i Detroitit. Këtu ishte krijuar shoqëria shqiptaro-amerikane muslimane dhe kishin nevojë për një shërbyes fetar të kulturuar, të besueshëm dhe punëtor. Në këtë rast, me përzgjedhjen e Imam Vehbiut, ata kishin goditur duke zgjedhur njeriu më të përshtatshëm. Ardhja në Detroit e vuri përballë vështirësish dhe të panjohurash që kërkonin zgjidhje të shpejtë. Shqiptarët e ardhur para luftës së dytë botërore dhe të rrallët që erdhen më pas ishin më së shumti nga jugu, të cilët i kishin ruajtur lidhjet me botën perëndimore që në fillim të shekullit. Por për ta nuk kishte asnjë vend ku mund që të takoheshin dhe të organizoheshin. Pra, puna e parë që duhej bërë ishte gjetja e një vendi të përshtatshëm. Me gjetjen e një ambienti me qira, filloi ardhja e fëmijëve shqiptar për të mësuar mësimet e para të fesë, dhe çka është më e rëndësishme, ato bëheshin në gjuhën shqipe.
Ja si e përshkruan këtë Imam Vehbiu. Kongresi i parë i shoqërisë muslimane në Detroit u mbajt me 30 korrik të vitit 1949. Sa po kisha ardhur në Detroit, dhe shumë gjëra akoma nuk i njeja, por u adi përnder atyre burrave dhe familjeve që më orientuan drejt punës dhe nevojave që kishim për të organizuar mbi baza të qëndrueshme. Pasi asnjë shtëpi pa themel nuk mund të rri në këmbë. Themeli ynë ishte së pari tek besimi që kishim në mundësitë tona dhe në të ardhmen tonë. Në kongres në ndihmuan me pjesëmarrjen e tyre personalitetet të politikës amerikane këtu në Detroit, duke ardhur vetë guvernatori i shtetit të Michiganit Mennen. Për të ardhur deri këtu nuk ishte punë e lehtë. Ishte punë e mirë e shqiptarëve që kishin krijuar lidhje të tilla, duke fituar besimin dhe admirimin e figurave të tilla të politikës amerikane. Imam Vehbiu, siç e rrëfen personalisht ai në fillim, ishte paragjykuar paksa nga disa gazetarë. Është mëkat të biesh në qafë njeriu të paqt, por është edhe mëkat të paragjykosh njerëzit për kohën e në rrethanat që jetuan. Imam Vehbiu nuk u amban për inat as pak atyre që në fillimin e punës në Detroit e paragjykuan se zogist, se njeri të dërguar nga mbreti zog. Nuk e dinin, thot Imam Vehbiu, dhe nuk kishin si ta dinin. Ata flisnin nga hamendja, vetëm pse vija nga Egjipti dhe në atë kohë në Egjipt ishte edhe mbreti zog. Por gazetarëve u falet edhe hamendja. Pa mbushur viti, unë u shpjegova atyre të diellit dhe të lirisë që edhe ata ishin në udhkryq e nuk dinin ka t'ja mbanin. Në atë kohë kishte shumë pikpyetje. Vetjeta e gjithë secilit ishte në pikpyetje. Askush nuk mund ta parashikonte se çfarë do të ndodhte nesër. Shumë shpejt edhe ata që kishin folur u bindën se unë nuk kisha ardhur me qëllim të keq dhe për më tepër me i prish punë askujt. Feja nuk është me përqa, ajo ka ardhur nga Zoti për t'i bashkuar njerëzit. Imam Vehbiu i ka shërbyer për disa dekada qendrës islame shqiptare në Michigan të Shteteve të Bashkuara të Amerikës si udhëhec i saj. Ka shërbyer edhe si udhëheqës fetar dhe adhedashës i dalluar. Ai gëzonte një respekt jashtëzakonisht të madh nga i mbar komuniteti, pa dallim feje e krahine. Ky qendër me në krye imamin ton ka kontribuar shumë në edukimin fetar, jo vetëm të komunitetit shqiptar në Amerikë dhe Kanada, por i ka shërbyer edhe edukimit të shqiptarëve në Kosovë, e sidomos në Shqipëri pas rënjes së komunizmit. Janë botuar më tepër se 60 libra të ndryshëm, shumica e cilave janë vepra apo përkthime të Imam Vehbiut, se dhe libra e përkthime të autorëve të tjerë. Shumë prej këtyre librave janë dërguar në Shqipëri pas rënjes së komunizmit dhe janë shpërndar falas 10.000 kopje. Imam Vehbiu, përveç se njeri i fesë, ishte edhe një patriot që ndihmoi për ta quar më tej vllazërimin mes shqiptarëve të Amerikës, pavarësisht nga besimet e ndryshme të tyre. Ai e kujtonte me mall dhe respekt mënyrën e kultivimit të harmonisë fetare. Në një intervistë të dhënë në vitin 2000, Imam Vehbiu u shpreh kështu për tolerancën fetare të shqiptarëve. Toleranca fetare nuk ka shembull të ngjashëm si në Shqipëri. Imam Vehbiu vepronte në Amerikë, në mesin e bashkëkombësve të tij, në mesin e besimtarëve të tij, por zëri i tij nuk mbeti pa u dëgjuar as në trojat shqiptare. Nëpërmjet kontakteve individuale, nëpërmjet përkthimeve ose prezantimeve të shkrimeve të tij, zëri i imamit bëhej gjithnjë
e më i fuqishëm. Imam Vehbi Ismaili kontribut të madh ka dhënë edhe në fushën e publicistikës islame. Angazhimi i tij në publicistik është i hershëm. Këtë ai e kishte dëshmuar edhe gjatë kohës sa kishte qenë nxënës në medresen e naltë të Tiranës, ku paraqitej me shkrimet të ndryshme me pseudonimin Vehbi Hoxha. Po ashtu shkruante edhe për përjavshmen e rinis, vatra e rinis, ku botonte tregime të shkurtra. Përvojën e tij të shkrimeve, Imam Vehbiu do ta vazhdonte edhe gjatë studimeve të tij në Kairo. Pas studimeve, për shkak të rrethanave të krijuara në Shqipëri, atij, siç përmendëm, ju pamundësua kthimi në Adhe. Ai vazhdoi punën e nisur që nga koha kur ishte student, duke përkthyer në gjuhën arabe novela nga letërsia shqipe, duke i botuar në 2 revistat e përjavshme letrare, në revistën Ar-Risale Mesazhi dhe revistën tjetër e Thaqafe Kultura. Përveç këtyre, botoi edhe në disa revista të tjera, siç është për shembull revista El Hilal, revista El Katib, në të cilat shkruan të tregime të nxjerra nga historia islame. Shumica e novelave u botuan në përmbledhjen El Mehdu Dhahabi ose Djepi i Art. Qëndrimi i gjatë i Imam Vehbi Ismailit në Kairo, që vazhdoi deri në vitin 1949, i dha mundësi atij të përkthente veprat çmuara nga gjuha arabe në gjuhën shqipe. Interesimi i tij për dramën e nxiti të përkthente dramën e shkrimtarit dhe dramaturgut e njohur egjiptian Teufik El Hakim me titull Ashabul Kef ose Banorët e Shpellës, përmbajtja e së cilës është e mbështetur nga tregimet kuranore. Kjo vepër për herë të parë u botua në Prishtinë në vitin 1962 dhe konsiderohet drama e parë e letërsisë arabe bashkëkohore e përkthyer në shqip. Në vitin 1986 u bëri botimi i saj i dytë me parathënien e doktor Muhammed Mufakut. Për këtë vepër, Imam Vehbi Ismaili thotë: "Qysh në fëmijëri kam qenë një prej admiruesve të novelave të profesor Ernest Koliçit. Prandaj, kur fillova ta prezantoj literaturën shqipe në gjuhën arabe, pikërisht e fillova me novelat e tij. Kur erdhi profesor Koliçi në Kairo, mu dha rasti njihesha me të dhe unë e njoha atë me shkrimtar të tjerë nga Egjipti. Me të kthyer në Itali, profesor Koliçi kërkoi prej meje që të shkruaja diçka për shejzat ose të përktheja ndonjë nga veprat e Teufik Hakimit. Unë zgjodha dramën Banorët e Shpellës, motivi së cilës ishte marrë nga një tregim i Kur'anit. Kur mbaroi së botuari në disa vazhdime në revistën Shejzat, bëra një parathënie mbi temën e librit, si dhe mbi jetën e autorit, Teufik Hakimit, dhe në shtypshkronjën e shejzave e shtypa në disa qindra kopje dhe shpërndava ndërmiq. Vite më vonë, zotri Ali Rexha ra në kontakt me mua dhe mi kërkoi disa libra të Fanolit, që i mungonin, sepse rilindja donte të rishtypte koleksionin e plot të veprave të tij. Me këto libra ja dërgova edhe një kopje të dramës Banorët e Shpellës, e cila, siç mora vesh më vonë nga një mik, i cili ma dërgoi një kopje të botimit të rilindjes, e kishim botuar duke hequr parathënien time dhe duke shtuar një parathënie tjetër të shkruar nga miku im doktor Muhammed Mufaku. Për mua parathënia ishte më rëndësi, sepse me të kisha për qëllim të thosha letrarëve musliman shqiptar se në Kur'an ka tregime që po shtjellohen nga një shkrimtar i mirë. Me to mund të pasurohet shumë letërsia shqipe. Madje duhet të shkruaj edhe diçka mbi autorin e veprës, kështu që ta njehte lexuesi shqiptar. Prandaj unë e ribotova me parathënien time
duke mos lënë jashtë as parathënien e doktor Muhammed Mufakut. Të gjitha përkthimet që kanë bërë nga arabishtja janë me tema fetare. Përkthimi nga arabishtja është shumë më i vështirë se përkthimet nga anglishtja, sepse gjuha arabe është shumë e pasur. Unë nuk pretendoj se jam letrar dhe se e zotroj gjuhën shqipe ashtu siç duhet, por e admiroj literaturën. Prandaj, biblioteka ime është shumë e pasur me botime shqipe, si të Kosovës, ashtu edhe të Shqipërisë. Kur mendoj të përkthej ndonjë libër nga arabishtja, e lexoj 2-3 herë dhe mundohem ta bluaj në gjuhën shqipe. Pastaj i hyj përkthimit dhe posa ta mbaroj, e le për 1 ose 2 muaj e pastaj e rishikoj, duke u munduar gjithnjë që brenda mundësive të mia ta zbukuroj dhe më pas e dorëzoj për ta shtypur. Imami ishte i vëdijshëm për sulmet që i bëshin fesë dhe përpjekjet për ta minimizuar rolin e saj në shoqëri. Prandaj, në një fjalim të mbajtur në një organizim të madh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës më 1985, kishte thënë këto fjalë: jetojmë në një botë të rrezikshme, në një botë ku forcat e errta të fanatizmit politik, fetar dhe racial kanë ndërmarrë një sulm frontal kundër vlerave morale dhe shpirtërore, të cilat janë pjesë e përvojave tona kryesisht e trashëgimisë sonë fetare. Luftrat e ashpra dhe primitive konkurrojnë me urinë dhe sëmundjet për të zënë vendin e parë në një garë që po kërcënon themelët bazë të jetës dhe të shoqërisë tonë. Lufta midis të keqes dhe të mirës ka arritur proporcione të pashembullta. Nuk është kjo një luftë e një feje kundër tjetrës, por është vetë feja që po kërcënohet, që të zhduket nga faqja e dhejut. Feja është bërë objekt sulmi i forcave të verbta të së keqes dhe të shkatërimit. Imam Vehbiu e vazhdoi publicistikën edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në mes punëve organizuese, ai u mor edhe me botimin e një reviste fetare kulturore me titull Jeta muslimane shqiptare, që dilte 4 herë në vit me nga 64 faqe në gjuhën shqipe dhe angleze, dhe e cila vazhdoi për 8 vite me radhë deri kur u ndërprej për arsye ekonomike. Imam Vehbiu dhe veprat e tij kanë një rëndësi të veçantë jo vetëm për letrat shqipe në përgjithësi, por për islamistikën shqipe në veçanti, sepse koha kur ka botuar ai është shumë karakteristike për shkak të ndalimit të fesë në Shqipëri dhe për shkak të botimeve të shqiptarët në Jugosllavi. Në atë kohë kur ai shkruante dhe vepronte, ishte njeriu vetëm ose ndër të rrallët që shkruanin islamin në gjuhën shqipe. Me përkthimet e tij të shumta, Imam Vehbiu u asolli shqiptarëve islamin në gjuhën shqipe, që ata ta kuptonin më mirë thelbin e tij. Shtëpia botuese Logos në Shkup ja ka botuar veprat në një përmbledhje të bukur. Logos ka vendosur që serin ta botojnë në gjuhën origjinale me të cilën autori i ka shkruar ato. Ai ka veprat që i ka botuar para kongresit të drejtshkrimit dhe dihet që ai ka shkuar mjaft i ri në Egjipt. Shumicën e veprave i ka me të folmen shkodrane. Duke dashur që të ruhet origjinaliteti i veprave të tij, Logosi i ka lënë ato në gjuhën në të cilën Imam Vehbiu i ka shkruar. Kompleti përfshin 8 vëllime, ku janë përfshirë 28 vepra autoriale apo të përkthyera të Imam Vehbi Ismailit dhe disa kontribute të tjera nga autorë të tjerë për Imam Vehbiu. Bashkia e Islamit e Kosovës e ka ribotuar librin për biografinë e profetit Muhammed, një libër të bukur që përmbledh në mënyrë të qartë jetën dhe misionin e të dashurit ton, profetit Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të.
Kontributi i Imam Vehbi Ismailit me shembullin e tij dhe me shkrimet dhe veprimtarinë e tij mbetet tepër i madh. Edhe gjithnjë mbahet mend si klerik dhe patriot i dalluar në radhët e shqiptarëve të gjitha feve, si promovues i harmonisë, tolerancës, bashkëjetesës dhe respektit për njëri tjetrin, pa marrë parasysh dallimet fetare ose krahinore që mund të ekzistojnë. Ai është mishërim i dashurisë së tij për fenë dhe për atë. Ai është cituar këtë thënë me një rast se një klerik i ndershëm, një pres fetar i ndershëm, nuk e tradhton kurrë vendin e tij. I zhuritur nga malli për atë, Imam Vehbi Ismaili kishte vizituar 3 herë Kosovën gjatë viteve 1970-1988, duke parë nga larg atë e tij. Më dukej sikur shikoja nga larg atë, sidomos kur shkoja në Dibër në hot. E çka një pjesë të mallit ka deklaruar ai në intervistën që e përmendëm më sipër për revistën Shkëndija të Prishtinës në shtator të vitit 1994. Pas 49 vitesh, në vitin 1988, ju lejuat që për herë të parë të vizitonte Shqipërinë, ku qëndroi së bashku me gruan e tij nga data 23 gusht e deri me 13 shtator. Ja si përshkruan imami gjendjen e Shqipërisë. E gjeta Shqipërinë si mos më keq. Me 1939, Shkodra kishte parqe e lulishte të bukura, e tash ato ishin zëvendësuar me disa apartamente të këqija e pa plan. Tirana në vitin që e lash kishte një bulevard afër 2 kilometrash në mes dhe në të 2 anët ishte zbukuruar me trotuare plot me pemë dhe lule. Mbrëmjeve mbushej plot me njerëz që shëtisnin në të. Dhe kur lodheshin, kishte karrige të gjata që mund të uleshin e të çlodheshin dhe të bisedonin. Në të 2 anët kishte ëmbëltorë dhe kafene, ku mund të hanin ndonjë ëmbëlsirë ose të pinin ndonjë kafe, apo të hanin ndonjë akullore. Pas demokratizimit të Shqipërisë në vitin 1991, Imam Vehbiu kishte pasur fatin që në krye të një delegacionit të komunitetit të muslimanëve të Amerikës ta vizitonte Shqipërinë, por kësaj radhe në rrethanat të reja nga ato të vitit 1988. Qëllimi kryesor i kësaj vizite, siç pohon edhe vet ai, ishte të hulumtonin se çfarë nevojash themelore kishin bashkëdhetarët tanë për rimëkëmbjen e fesë dhe të bënin çfarë ishte mundur që t'ju delnin në ndihmë. Ai së bashku me 2 kolegët e tij, imamin Isa Hoxha dhe imamin Çamil Lami, kishin ardhur në përfundim se gjëja më e rëndësishme ishte nevoja e edukimit fetar. Pra, libri dhe kuadrët fetare, pa të cilat nuk mund të funksiononin xhamit. Bota islame kishte dhuruar disa bursa dhe u dërguan ose ishin në përgatitje të dërgoheshin student për të mësuar fenë në Egjipt, në Arabinë Saudite, në Turqi e në Libi. Ky proces për të arritur nivelin e duhur mund të merr ndoshta shumë vite, por kjo një ditë mund të arrihet e po ashtu edhe xhamit të mermetohen apo të ndërtohen, sikur të merrnin ndihmë bujare nga bota muslimane, e cila edhe po ndihmon. Më 17 maj 2008 në Detroit të shtetit Michigan, në moshën 89 vjeçare, Imam Vehbiu vdes duke lënë pas vete një veprimtari të pasur dhe një kujtim të dashur për të gjithë. Puna e tij e palodhshme me komunitetin musliman shqiptar, por edhe me komunitetet e tjera shqiptare që jetojnë dhe veprojnë në SBA, bëri që ai të gëzonte respektin e të gjithëve. Për këtë arsye, lajmi i vdekjes së tij shkaktoi dhimbje tek të gjithë ata që e njohën. Drejt për së drejti apo e njohën nëpërmjet krimtarisë së tij fetare e letrare.
Në ndarje, do donim që t'i marrim disa mësime nga jeta e këtij hoxhe të madh. Në radhë të parë veçojmë rëndësinë e edukimit të fëmijëve nga prindrit e tyre. Imam Vehbiu është fryt i një babai i cili fëmijën e vet e shehte si qytetar të mirë vetëm nëse ishte besimtar i përkushtuar. Profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të, besimtarin e mirë e ka përshkruar si dobishëm dhe jo vetëm. Ka treguar se dobia e tij është e pranishme kudo që të jetë. Këtë mësim profetik e jetësoi në praktik hoxha ynë, i cili ndonse larg vendit dhe në një popull me fe, kulturë, tradita të huaja, ai tregoi personitet të rrallë prej besimtarit të dobishëm, i cili reflekton pozitivitet kudo që të jetë. Imami në mëson për moralin e faljes, për moralin që në mëson në fakt Kur'ani dhe Suneti. Ai fali ata që e paragjykuan. Këtë moral ne e ka mësuar profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të, i cili flet për një vëlla të tij profet, të cilin ndonse populli e kishte përgjakur, ai lutej e thoshte: "Fali Zoti im, se nuk din." Nga jeta e Vebi Ismailit ne mësojmë përkushtimin për vendin. Një hoxh i ndershëm nuk e tradhton atë dheun e tij kur thoshte imami. Po kështu mësojmë edhe për organizimin institucional të jetës dhe veprimtarisë fetare. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ai themeloi qendër për t'i bashkuar njerëzit rreth saj dhe për t'u shndruar atë në një shtëpi, në një adhe, apo në një dritare prej nga ata e shohin vendlindjen e tyre. Po kështu mësojmë edhe për ruajtjen e traditave kombëtare, kudo që t'jemi. Harmonia fetare është diçka për të cilën ne dallojmë si popull e këmbë. Këtë u demonstroi amerikanëve në praktik, duke treguar se shembulli ynë në fakt është model që mund t'i prezantohet botës mbar. Allahu e mëshiroft hoxhë Vehbi Ismailin dhe të gjithë ata hoxhallar që të jetën ja kushtuan fesë dhe adheut. Deri në takimin tonë të radhës, qofshim në mbrojtjen e Allahut. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.